Ndryshe nga dy herë të shkuara, dy protestat e fundit të opozitas, ku policia nuk ka marrë përsipër garantimin e zhvillimit të tubimit, në këtë rast, gjatë ditës së sotme, është marrë përsipër nga ana drejtorisë vendore të policisë së Tiranës mbarvajtja e kësaj proteste të thirrur në orën 10 para parlamentit. 1500 efektiv policia ndodhen në terren për garantimin e këtij tubimi ditën e sotme, duke nisur nga forcat e rendit, nga forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat Renea, të cilat si qeni duke parë në këto momente, ndryshe nga protestat e shkuara ku në fakt kordoni policisë është vendosur vetëm pak minuta para nisjes së protestës. Ditën e sotme policia është mobilizuar dhe është vendosur kordoni duke nisur që prej orës 8 të mëngjesit, pra 2 orë para nisjes së protestës të thirrur nga ana opozitës. Sa i përket rrugëve të cilat janë bllokuar, në fakt ndryshe nga protestat e shkuara dhe për shkak të perimetrit që përfshinte edhe zhvillimi i protestës, ditën e sotme kemi të bllokuar vetëm rrugën George W. Bush, pra bëhet fjalë për rrugën e cila të lidh me një nga qendrat tregtare që ndodhet pranë parlamentit deri në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit, dhe kjo rrugë është bllokuar që prej orës 6 të mëngjesit dhe do të jetë e bllokuar deri në përfundim të këtij tubimi. Në varësi të skenarit që ka planifikuar ditën e sotme opozita, pra në rast se do të ketë lëvizje të protestuesve nga parlamenti në institucionet e tjera, kjo mbetet për të parë. Policia ka marrë të gjitha masat duke garantuar që në çdo institucion të ketë në gatishmëri punonjës policie për të ruajtur institucionet e vendit. Ndërkohë nga ana tjetër, policia e Tiranës kërkon mirë kuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjete, si dhe apelon që të distancohen në rast se gjenden përballë veprimeve të kundërligjshme që cënojnë rendin dhe sigurinë publike. Këto janë edhe masat që ka ndërmarrë policia ditën e sotme në kuadër të zhvillimit të kësaj proteste, si qeni duke ndjekur tashmë ne ndodhemi para parlamentit ku, siç duket në këtë pamje të drejtë për drejtë, është vendosur edhe kordoni i policisë. Po. Tani po e shikojnë fakt se do të pyesja nëse kanë marrë masa për kundragaz punonjësit e policisë, më duket se identifikova 1-2 se i kishin në duar apo jo? Patjetër, ne përmes këtyre pamjeve të drejtë për drejta do të tregojmë edhe pajisjen si në çdo protestë në fakt. Esmeralda, të thirrur nga ana opozitës, punonjësit e policisë janë të pajisur me maska kundra gazit, edhe në këtë protestë, siç jeni duke parë në pamje të drejtë për drejta, ata mbajnë në duar edhe maskat kundra gazit dhe po ashtu edhe skafandra që vendosen në kokë në rast se protestuesit, ku kemi parë edhe në protestat e shkuara, kanë qelluar në drejtim të tyre, menjëherë urdhërohen që të vendosin si maskat, po ashtu edhe skafandrat në kokë me qëllim ruajtjen e shëndetit të tyre, duke u nisur nga incidentet e regjistruara më herët. Mbetet për të parë se si do të jetë kjo protestë ditën e sotme, nëse do të kemi përqendrim të protestuesve vetëm para parlamentit apo do të ketë zhvendosje në institucionet e tjera dhe nga ana tjetër dhe për mënyrën, pasi në dy personat të cilat kanë marrë fjalën në podium, ka pasur një sulm, nëse ne mund ta cilësojmë të tillë, në drejtim të punonjësve të policisë, duke hedhur fishek zjarre, molotov apo edhe sende të tjera të forta, ku në fakt këta të fundit njoftojnë, fillimisht ju bëjnë thirrje me megafon qytetarëve që të mos vijojnë sulmin ndaj tyre dhe pasi nuk ka një reagim nga ana e tyre, ata kundërpërgjigjen me gaz lotësiellës. E kuptoj.